Mirëmëngjes nga Chicago. Oh, wow. Nga Chicago. Mirëmbrëma. E pash për mbytjen në Shqipëri më bëri përshtypje mobilizimi si i pushtetit lokal dhe atij qendror ishin në ballë të frontit. Më bëri përshtypje Edi Rama me gjithë kabinetin kryeministror me rroba pune, me lopata në duar, lumë si ne për këtë shtet. Pa. Na bën përshtypje ironia prej Chicago. Ishte e ëmbël, është ironi Chicagase. Nuk është të përkrasosh me mirëmëngjes nën mesataren e Shqipërisë, po ta krahasosh parlamentin e 92-shit, këta as për çobenj nuk bëjnë. Se i lën delet në mal ti haj ujku. Vazhdojmë me telefonata, alo mirëmëngjes. Flavio, mirëmëngjes Delta. Mirëmëngjes. Po nuk e shikon më Flavio, nuk e kanë hequr stacionin. Ja na dëgjon. Nuk ju shikon, si e tema se nuk ju shikon, e kanë hequr që i vrap të zoti inshallah. Po flasim për cilësinë e deputetëve sot. Të kuj? Të deputetëve. Po djetë ato duke, sidomos ato të përqasje janë një e nullë. Po e di si e shpuna? Ha? Unë, si doktor Berisha më. Kërë ka një ora ke doktor Berisha, unë të mbojë sa asë një dhe asë një të. Unë të doktor Berisha në një për të ndeshë më. Aha. Krisi kërë ka qilë në me njerëzve. Okej. Një opinion ndërprer. Ecim, mirëmëngjesi, Greta dhe Flavio, se nuk po e lëm mosin. Se ankesa para se thonë mirëmëngjes është brillante. Si ka lope, thot, gjynat e qajmi. Vërtet? Po. Okej. Për nga bukuria. Ne thamë që nuk bëjmë body shaming, por mos provokoni Flavion. Tashi. Të lutem. Po përpiqem shumë. Po përpiqem shumë që t'i shpëtoj gjobës radhës nga ama. Se janë si yje, dhe kjo ka më shumë si fasada. Pastaj se s'din gjuhën shqipe 4, apo kanë apo jo artikulim, e kanë marrë me mik provimin matematikës në 9-vjeçare, janë gjërat vogla që me kalimin e kohës rregullohen. Rëndësi ka që duken bukur ditë të mbarë. Okej. Qëndro, ke pasur të bukuru Elisa që është bërë ministre? Po në fakt, edhe pse mua më pëlqen më shumë më parë. Para fare? Para fare. Fare. Ishte një stil pak francez, bohemian. Kur ishte ke mjafti? Po. Po që bohemian atër ishte me... Vishe vetëm të gabi, ku bohem? Po që bohem seza. Mirëmëngjes, syrit lutem, na vëra të fjalimin e Zeqines, se me zi presim të na rritet rroga. I jepi regjia, gjeje pak, sa të vazhdojmë me mesazhet tjera. Po të ishte gjallë shoku e ver, do thoshte Zeqineja opium për popullin. Mund ta thoshte, nuk është ide e keqe fare. Mirëmëngjes Flavio dhe Greta, u tha se ministra, deputetë dhe politikanë kanë të fshehura jashtë shtetit pasurim marrëmendse. Harrami paçin, ku një pjesë e popullsisë paguan 40.000 lekë vjetra. Po mirë, popullsia e shef edhe rri? Nuk duket si harram, duket se ka kanë bërë halal me të drejtën. Përshëndetje Syri, një pjesë e mirë janë se ja shpreha merr nga baktit e Bejzabit. Shumë e bukur. Po. Ta gjojmë pak sa lekë do bëjmë nga janari, se kam nevojë të se po numërojmë ditët.